Historia tragjike e zonjës me Pëllumba, aktoria që u identifikua me Krishtlindjet. Aktoria që luajti rolin ikonik të zonjës së Pëllumbave në Home Alone 2 ka zbuluar se si është ndjerë e lënë pasdore në fazat e fundit të karrierës së saj. Aktoria irlandeze Brenda Frisker ka një numër rolesh të shkëlqyera në karrierën e saj, por për shumicën dërmuese të audiencës, ajo do të jetë përgjithmonë e huaja zemërmirë që ndihmoi Kevin McAllister në aventurën e tij të Krishtlindjeve. Së bashku me ushtrinë e saj të Pëllumbave, ajo e mori në mbrojtje heroin e Macaulay Culkin në filmin e vitit 1992, ndërsa Liquid Bandits e ndiqnin atë nëpër rrugët e New Yorkut. Në finale, ai e shpëton situatën duke hedhur fara në kokat e Harryt dhe Marvit, duke bërë që pëllumbat e Central Park të sulmojnë keqbërësit. Megjithatë, siç e thekson vetë, zonja ime Pëllumba meriton shumë më tepër respekt. Frisker, duke dhënë performanca të shkëlqyera dhe ishte aktoria e parë irlandeze që fitoi një çmim Oscar. Në vitin 1990, ajo u nderua me çmimin për aktoren më të mirë në rolin mbështetës për filmin My Left Foot, duke bërë histori. Pavarësisht karrierës së saj të shkëlqyer, aktoria zbuloi se pasi mbushi 70 vjeç, ofertat për punë pothuajse u zhdukën. Në një intervistë, ajo përshkroi ndjesinë e padukshmërisë që ndjeu kur hyri në dekadën e 7 të jetës. Nuk shkruajnë role për gratë moshuara, tha ajo. Shakespeare shkroi, por shkrimtarët e rinj jo. Ka kaq shumë gra interesante me histori dhe përvoja, madje ajo kujtoi një citat nga Richard Harris, i cili i kishte thënë se në moshën 70 vjeç bëhesh i padukshëm. Në ditëlindjen time mendova se ai kishte gabim. Një javë më vonë e kuptova saktësisht se çfarë donte të thoshte. Është e çuditshme. Duhet të bërtasësh që të dëgjojnë. Nuk jam pa punë, por ndonjë arsye tjetër, thjesht nuk ka role. Sot Frisker përballet me probleme serioze shëndetësore, të cilat, thot ajo, e kanë detyruar të qëndrojë në shtrat. Pa dhënë detaje, ajo pranon se jeton çdo ditë me dhimbje dhe ndihet vazhdimisht e raskapitur. Në një intervistë të kohëve të fundit, aktoria 80 vjeçare tha se i merret fryma dhe kur flet. Nuk kam përjetuar kur një lodhje të tillë në jetën time. Ndihem e raskapitur, pyes veten nëse do të ngrihem përsëri. Është një vdekje të tmerrshme, vdes çdo ditë nga dhimbja. Ndoshta do të jetoj deri në të 100-tat, tha ajo me humor të hidhur. Kur nuk mund të flej, ajo gjen ngushëllim duke parë serialin Real Housewives of Beverly Hills, i cili thot ajo e argëton më shumë se çdo gjë tjetër, pavarësisht faktit se emri i saj është identifikuar me një nga filmat më të dashur të Krishtlindjeve të gjitha kohërave. Ajo ka pranuar se nuk i do veçanërisht Krishtlindjet. Në një intervistë, ajo tha se të jetosh vetëm dhe në pleqëri mund të jetë një kohë e errët. Ajo e fik telefonin, ul perdet, shikon programe të regjistruara paraprakisht dhe kalon kohë me qenin e saj. Është thjesht një tjetër lloj Krishtlindje, shpjegoi ajo, duke shtuar se ajo që e gjen vërtet të vështirë nuk është aq shumë vetë festa, por nata e vitit të ri.